ku vendi nuk është shtëpia për hajgare e për teatre, as për spektakël, as me talë partit politike. Do të diskutojmë me partit politike të Kosovës që qytetarët i votojnë, me cilën do parti kërkoj prej qytetarëve maturi e reflektim edhe mos me votu as një parti, duke përfshi partin tem me 60%. Mos një aleriu dikujt me instalu edhe me realizu një andër të çmendun për me instalu autokrasin. Mu vjen keq që disa deputet edhe nuk e kanë njohurim për politikën, disa deputet vetëvendosës se kanë njohuri për politikën, se kanë peshën e seriozitetit institucional, ku vendi nuk është shtëpia për hajgare e për teatre, as për spektakël, as me talë partit politike 2 orë ose 1 orë për para se me umbyll afati për president. Të bërit politik në shtetin e pavarur të Kosovës është çështje serioze, edhe kërkon njerëz serioz me u marrë, e jo me ardhë me u talë për para zyreve të parë. Aq shumë pak mënyrën e totalisht papërgjegjshme që çdo me ardhë dhe me hy në kohën kur unë isha të mbajt konferencë për media, duke dashur me thyk kordonin e gazetarëve dhe me hy brenda. Me të vërtetë më ka ardhur keq për publikun që e pan atë sken, sepse tek e fundit ne jemi persona publik, jepim shembuj për fëmijët tonë, për fëmijët që janë të e pa televizionin, për familjet tona, dhe ajo shndrua në një mjet talljeje për krejt familjet. Ne po garrojmë me kandidatët tonë për presidente, mendojmë që Vjosa Osmani duhet jetë presidente e Kosovës, është mundësi e mirë që secila parti politike me ja bot qartë dhe me ja jep mundësinë qytetarëve me votu për presidentin e Kosovës, për kandidatin për president. Dhe ne ja kemi dhënë mundësinë, kemi qitë prej partive politike, ja kemi qitë mundësinë qytetarit me votu për presidentin e Kosovës, urdhënoni edhe e keni mundësinë, Vjosa Osmani është kandidate për presidente, ndërkohë që si parti politike, kandidati jonë për president është kryetari i partisë Zoti Abdi Gjiku. Pozicionimi jonë pas zgjedhjeve është edhe pak, si me thanë, hipotetik. Na normalisht që ne do të ulemi, do të diskutojmë me partit politike të Kosovës që qytetarët i votojnë, me cilën do parti se është tek e fundit, janë edhe numrat, të cilët kanë me na i definu edhe mundësit, se numrat legitimiteti i qytetarëve të definojnë me kënd mundësh më ullë, se ne jemi parti politike, edhe në këtë skem demokratike duhet me qenë të gatshëm që të negociojmë me të gjitha partit politike. Por, normalisht mbi parime demokratike, që i bie që kena me definu programin, kemi me definu qëllimet, njerëzit mbi parime të cilat nuk e abuzojnë kushtetueshmërinë e shtetit, e respektojnë në maksimum çdo vendim të gjykatës kushtetuese dhe çdo vendim tjetër, mbi pastërtinë e njerëzve të cilët kanë me qeverisë në Kosovë dhe që nuk e rrezikojnë aleancat dhe pozicionimin ton krahas aleatëve tonë. Me na çunë zgjedhje dhe mi lyp 60% është komplet e dëmshme për qytetarët, po edhe për vendin tonë, madje është e rrezikshme. Është tendencë me instalu një sistem autokratik për çfarë Kosova edhe të parë tanë nuk kanë luftu, as nuk e kanë çliru vendin për mja fal një partije politike krejt shtetin. Se kjo është e dëmshme. Prandaj kërkoj prej qytetarëve maturi e reflektim edhe mos me votu as një parti, duke përfshi partin tem me 60%. S'ka nevojë, në Kosova është vend shumë partijak, duhet mu ullë, mu mësu me bu kompromise, me bu marrëveshje, edhe mja dhanë vendit një qeveri që është në të mirën e qytetarët. Qytetarët ja jepin 51% besim për me qeverisë, përveç e qënë venin në zgjedhje, ju kërkon me dënu opozitën. A i dini qëfar fjali e dëmshme është kjo? A i dini që kjo është fjali për me instalu një diktatur në shtetin tonë? Kosova nuk e meriton as një diktator, edhe Kosova s'duhet me leju, qytetari Kosovës duhet mos një aleriu dikujt me instalu edhe me realizu një andër të çmendun për me instalu autokrasin në shtetin tonë.